Shqipëria prej 2 javësh gjendet në pushtetin e rreshjeve të dendura të shiu, deri kur do të zgjasin ato? Për këtë do të kemi një komunikim drejt për drejt me ekspertën e Egjeum, Anira Gjoni. Anira, të përshëndes, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit juve. Tani, me sa shikojmë në aplikacion, shirat do t'jenë deri ditën e sotme, nga nesër do të kemi rënje të tyre. Ma konfirmon diçka të tillë? Po, do të vijojnë edhe përgjatë mbrëmjes së sotme dhe ditën e nesër me rreshjet e shiut në të gjitha qarqet. Më problematike ngelen qarku i Gjirokastrës dhe i Vlorës, ku pritet që të kemi rreshje intensive, shoqëruar këto me shtrëngata. Problematika gjithashtu mund të shfaqen edhe në qarqet Dibër, Elbasan dhe Korç, ku rreshjet pritet që përgjatë natës së sotme dhe ditës së nesërme të vijojnë me intensitet mesatar dhe lokalisht shkojnë deri intensive, ndërsa në të gjitha qarqet e tjera presim që rreshjet të vijojnë me intensitet mesatar. Në të gjitha qarqet pritet që të jenë të shoqëruara me shtrëngata, në veri të vendit dhe në lindje në zonat malore deri në 800 metrë mbi nivelin e detit, pritet që ditën e nesërme të kemi rreshje në formën e dëborës, ndërsa në pjesën tjetër të territorit rreshjet do të jenë në formën e shiut. Sa i takon temperaturave, pritet që përgjatë ditës së nesërme të vijojnë të luhaten rreth vlerave që na kanë shoqëruar përgjatë këtyre ditëve. Ditën nga mbrëmja e ditës së nesërme dhe dita e premte do të sjellë një ulje të temperaturave prej 2 apo 3 gradësh në zonat e ulta dhe në Bregdet, ndërsa në zonat malore, kryesisht në Alpe, në veri të vendit dhe në lindje, do të shënojnë nën zero duke shkuar deri në -2 apo -3 gradë Celsius. Qartë. Pra, le themi, në gjithë territorin e Shqipërisë, Anira, do të kemi ulje të rreshjeve të shiut edhe si pasojë edhe përmirësim apo jo të kushteve të modit. Siç the, do të kemi rënje të temperaturave, po ama të paktën do të kemi ditë paksa më të thata. Dita e nesërme jo, nga e premtja dhe në vazhdim do të kemi rënjën e intensiteteve, për mbrëmjen e sotme dhe ditën e nesërme të kemi me intensitet të shtuar. Problematike ngelet dhe vëmendja duhet patur sigurisht në të gjithë vendin, por qarku i Vlorës dhe Gjirokastrës pasi merr sasi të konsiderueshme të rreshjeve, duke llogaritur këtu që kemi pothuajse 2 javë që jemi në ndikimin e rreshjeve të shiut. Ato shtojnë për rreshjet e ditës të mbrëmjes së sotme dhe dita e nesërme vijojnë të shtojnë rrezikun sa i takon vërshimeve të shpejta të ujit në zonat urbane, si dhe rritjen e prurjeve dhe të niveleve në lumenjt e mesëm dhe të mëdhenj siç janë Shkumbini dhe Vjosa, ku gjendja vijon të mbetet kritike, gjithashtu dhe në lumenjt të Seman dhe pra janë në Shkumbini, Vjosa dhe Semani, ku situata mbetet akoma kritike sa i takon edhe mbrëmjes së sotme dhe ditës së nesërme. Qartë. Anira, faleminderit shumë për gjitha informacionet që përcolle për sa i përket kushteve të modit, temperaturave, për gjithashtu edhe rreshjeve të shiut, të cilat duhet thënë gjatë këtyre javëve kanë krijuar problematika jo pak në disa qytete të Shqipërisë. Faleminderit edhe të uroj punë të mbar. Faleminderit juve.